Imam Tahawi, Allah më shëroft, në vazhdim të vargjeve të akidës së tij, duke na treguar për Allahun e madhëruar dhe cilësitë e tij, thot ndër të tjera, thot ba'ithun bila mashaqqa, ai Allahu i madhëruar është ringjallës i krijesave pa ndonjë vështirësi. Ky varg prej vargjeve të akidës së tij, Allah më shëroft, përfshin një cilësi prej cilësive të Allahut madhëruar dhe që është ringjallja e krijesave. Ringjallja e krijesave është rikthimi i tyre në jetë pasi që ajo është ndërprerë prej tyre dhe është përmendur në librin e Allahut si premtimi i tij dhe gjithashtu si pjesë e drejtësisë së tij. Premtim prej Allahut madhëruar sepse është caktuar një ditë e veçantë për të shfaqur kjo cilësi e Allahut madhëruar dhe për rikthimin e krijesave. Dhe është gjithashtu pjesë e drejtësisë së tij sepse në atë ditë do të shpaloset drejtësia e Allahut madhëruar për të marrë çdo krijesë atë që i takon. Kjo dukuri, sipas përshkrimeve të përmendura në librin e Allahut dhe po ashtu në fjalët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka për të përfshirë çdo gjallëes me shpirt, qoftë ai në qiell, në tokë apo në det, në qiell me lajket, sipas qëllimit krijimit të tyre për të rikthyer edhe një herë në detyrat e tyre për drejtimin e botës, po ashtu njerëzit dhe gjindet për të dhënë llogari përpara Allahut madhëruar dhe për të shpërblyer për punët e tyre, ndërsa pjesa tjetër e kafshëve dhe çfarë ka prej llojit të gjallësave të tyre për të vënë në lidhje me të drejtësia e Allahut madhëruar. Ringjallja shpesh herë në librin e Allahut përmendet të shoqëruar me çështjen e krijimit të parë dhe gjithashtu me faktin se përsëritja e tij është më e lehtë për Allahun e madhëruar. Dhe kjo për dy arsye. E para, krijimi në përgjithësi është pohuar Allahut madhëruar nga krijesat e tij, ndërsa ringjallja është mohuar dhe theksohen të dyja së bashku për të treguar krijesave se nuk ka asnjë dallim mes tyre. Ai që e pohon krijimin duhet ta pohoj edhe ringjalljen. E dyta, ringjallja duke qenë se është përsëritje krijimi, ajo sipas logjikës njerëzore dhe përvojave të tyre është më e lehtë se sa fillimi. Dhe nëse kjo në lidhje me krijesat është e tillë, atëherë ç'mund të thuhet për mundësitë e Allahut madhëruar që urdhri i tij është vetëm bëhu dhe ajo bëhet. Dukuria e ringjalljes, shfaqjen më të madhe të saj e ka ditën e Kiametit, atë ditë kur është caktuar prej Allahut madhëruar ringjallja e krijesave. Mirëpo edhe gjatë jetës së dynjas ka patur raste të tilla të rralla për të treguar krijesave mundësinë e Allahut madhëruar për ringjalljen e tyre. Sidomos në umetin e Beni Israilëve ka patur shumë raste të tilla. Po ashtu dhe janë ndihmuar me to profetët e Allahut në debatet e tyre me popujt ku ishin dërguar dhe një profet që njihet për ringjalljen e të vdekurve dhe që ka pas një mrekulli të tillë është Isa alayhi salam, siç tregohet në historinë e tij të përmendur në librin e Allahut.